Po me konë mas fare në men, plaki. Mes me hush për i menve. Ta në senet i ka për para. Se kur të hush për i menve, s'ka gjamë thamë. Kështu shprehet i moshuari Sahid Dedaj nga fshati Rakovin i Gjakovës, i cili brenge ka ndryshimin në funksionimit të njerëzve ndër vite. E ndër të tjera, Sahid i thot se jeta në të kaluarën ka qenë shumë më e mirë se sa tani. Kjo sipas tij, pasi në familje kanë bizotruar respekti. Valla jeta akon e shtirë, po një lezet akon ma i malë. S'kemi pas, qëtë herë se kemi pas, pasonin të ashtoni kanë bërë, standardi shpija tana, po nuk ka këmet. Jenë ka ikin, ka i lojnë shpijat, marë une të dalë për jashta. Gjallë në lavët e kom, që 2 muj ditë që akum shkel derën. A dhe me la trupi jam tash. Ka folë një tjetëri e kanë ngu djali babën, vlau e kanë ngu vlavën e malë, që ato jenë kontër sene, respekt ka pasë. Vallaj tash shka vëton, a hi parja gjithkun në gjep, të djali, të reja, të qika, tash kërkujnë së një thusi, a i barën kush për shoqin. Madje, a i me shumë ëndje po kujton të kaluarën e tij mes harmonisë. Gjithë notën e gotë, se në që trulli më konë, gjithë notën e gotë, deri vurë rishim krejt vlaznit, vllaznia juën për rreth, rishim në qatë sobë, të bo muhabet, të najtë, të lujtë me letra, kapuqa, ja. A koni lezat i ba. Me kapuqa ma tepër, kapuqa lujshim të nërë. Po i qitë që 10 qarapa, një plumë e mërshën e më shefshin, kush po mundët mi gjetër shë. E kënojshin të nërë. Që të kongë matë kësia, sa që një afejshin që ati mjeri. A u jevnojke? Jo. Lidhjet bashkëshortore i konsideron teje të shenjta. Deri sot e shqetëson fakti që ka shumë ndarje të qifteve. Ma mira konë atëherë. Pse? Pse? Më për motër se sot milion e lenë fëmi në 3 fëmi. E dohet burri e gruja nër me veti. Qërë lezeti brashta jo. Që ato veç dhe dohet pa bo fëmi. A do mu do, po nuk ki fëmi. Aja me morën në fëmi në sëndë. Aja me ku e qona, shabona, ku e lena. Qaj fëmi i gjakit qasaj familje. E gjena mi u për të fëmija jo. I kom 8-9 nipat me djemëve të mi këto. Një dit, një fëmi ma të bote gjysh që ati pari, e kish pas një qikë në kra. Si më ka pa qika vogël e djalit. A kon ka i pështan për i dore, me ardhë më përqaf mu, ma të bote gjysh që ashtu. Vallaj, jo sa ka dhja javish, nuk mu e lan fëmin, sa në të lalë, djali e me lanë grun, e me dalë gruja rruga me fëmin djalit. Që ajo ka mbret mas shumë të sëtë. Duke pas parasysh se në Gjakov gjatë luftës së fundit ka pasur mjaft masakra, Sahiti nuk le pa kujtuar edhe se si për herë të parë ka dalë nga shtëpia. Jemi konën tonë mrena që të hu. Edhe kanë dash një ra pas blokit e kemi pas që të që. Edhe në erdi një pashi cërmionit a javron luft, në tha si rreni gati se sonë të dojnë miselmun pas blokin e nuk dhjet që ka bëhet. Kemi najtë tonë pa ra kërkosh në gjëmë. Edhe me 14 qershora konë, kur erdi një ranë pas blokit, ta një, mos merë një kur gjonë se na keni më këty dëgri. Pa një midal me teshat vjetra se jo kush tesh si duhet s'ka marë. E midale jemi hinë malë që atje. Ma një matë, me deri me 14 qershor, ma tjetër në katon tonë në Sahikush. Jemi me të rruga dikush. Unë e meta me të djemë këtu se kënë lu që këve jatë 2-3 vite. Ata tjertë i personi që të në shmi. Pa i vallaj shka, kom më të thonë, shtira konë ballë. Pa hangër, pa pi, unë kom hangër a pi, edhe u kom thonë shumë kujna, se kom pas një motër në Cërmjen, shka isha mersha buk aty, për mjë quk të një djemve, po, 28 dikon, ishin lo, ju jepsha buk.
Valla ka pas vujtje boll, po shako më tonë, valla krejt, kur avron një këtu, me 2 djemë që jem ka brej mas shumë ti. E tejet i prekur, a i rëfen rastin se si janë vrar disa banor të fshatit Rakovin. Ajo kun një farë vendi, ke bon një farë shlirimi pak, e ka mërë të tollë, ka pas një lupa 2, një farë vendi një Jablanici të ishin, e për me orë dhe me aprung, a orë natën, ta dhe ja u kanë zonë pritën. Se pës bluke kun që të kudër, edhe gjujtën ta i vranë babën, me 2 djemë, edhe një grua një burë, një katunë tjetër të Serbionit, 5 për herë. Jo marë që tu, kur gjonë veç shkruma konë bonë, vendi, krejta kanë pakollë. Molla ja rriti dha zoti, lihëm të në hantë, patëm edhe një vla për jashtë, ajna një mëj, edhe në dërtu apet. Ja më dërzu se ku pas njetit, se shë ma mirë për vrahë në krejt, si më dërzu. Madje, a i tha se Mitrovicin e don me çdo kush Serbia, pasi që pasuria më e madhe është aty. Shë zotë marë bërë tuta më sa shite heret, që ti ju më kajtë remna. Se me i kanë kap durt me hilje, pasunia ka është. Pasunia unë Mitrovic. Ti mërë buka shkërtina sa dushë. Po se që shakon e drejt, ajo pjesë me kone juna me dvegje bëjane se shqiptar janë të tonë. Me kontanë, po, heret në kanë cëftuhe. E që shtë imi mjetën. Lajmi.net